Në një njoftim të bërë nga Arben Taravari, kreu i Aleancës për Shqiptarët, partia e tij ka marrë vendimin për të tërhequr nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut dhe për të kaluar në opozitë. Taravari e shpjegoi këtë lëvizje si një pasojë të kritikave të vazhdueshme nga qytetarët për mos përmbushjen e premtimeve të dhëna. Nuk i realizuam ndryshimet që kishim premtuar dhe qytetarët kanë të drejtë të na kritikojnë për këtë, tha Taravari. Ai theksoi se mungesa e besimit brenda qeverisë ishte një faktor kyç që i çoi në këtë vendim. Për më tepër, ai shprehu shqetësimin se përdorimi i balancuesit dhe ngecjet në rrugën drejt Bashkimit Evropian kanë shkaktuar pakënaqësi të madhe ndër shqiptarët. Shqiptarët ndihen më të diskriminuar dhe të trajtuar më keq se më parë, shtoi ai. Aleanca për Shqiptarët ka vendosur të garojë e pavarur në zgjedhjet lokale të tetorit, ndërkohë që forcat e tjera të koalicionit kanë zgjedhur të shndërrojnë atë në një parti pa përfshirjen e Aleancës. Taravari pati një takim edhe me kryeministrin Maqedonas Hristijan Mickoski, i cili deklaroi se largimi i Aleancës nuk do të dëmtojë qëndrueshmërinë e qeverisë, e cila sipas tij do të vazhdojë të funksionojë fortë dhe me shumicë të madhe pavarësisht këtij ndryshimi.